akuzuar për trafikant ndërkombëtar droge. Duke sigur problemin më tepër e keni me ndërkombëtarët, Këlliqi. Janë të vetmit që nuk shohin situatën në Shqipëri. Jo, nuk është kjo ndërkombëtare flasin për narkoshtet, flasin për një vend që vetëm Bashkimi Evropian nuk mund t'i përkasi, as Ballkanit jo. Dhe ndërkohë ka nga ana tjetër Giorgia Meloni zhvillon mbledhjet përbashkët me kryeministin shqiptar. Marta Kos her pas here duket si ministre e qeverisë. Ministre e qeverisë, dhe këtu kisha edhe një sugjerim, t'ja kam dhënë dhe Bora Muzhaqit sot, që t'ja kalojnë kryeministrit, t'ja shinë mend, se masë nuk i ka vajtur në mend, me këtë ritëm që po ecën kryeministri i sotëm, me akaparimin e të gjithë hapësirave të opozitës dhe të institucioneve që kanë dorë apo mekanizmave që ka opozita në parlament, në komisione, nuk do ishte keq që ai të marrë dhe drejtimin e zyrës delegacionit BE-s në Tiranë, është e kot që vinë edhe këta zyrtarët që vinë, ndërkombëtarët që vinë, për sa kohë i marrin copy-paste deklaratat, i marrin nga kryeministri vet, sepse është qesharake të vendosësh një precedent, të përjashtosh kryetarin e opozitës. Po kjo s'ka ndodhur 35 vjet, 34 vjet pluralizëm. Të përjashtosh kryetarin e opozitës për një deklaratë që ka dhënë jashtë ambienteve të kuvendit, krejt korrekte, duke cituar gërm për gërm vetë ambasadorin, pa e thyer askënd, pa cënuar askënd, të përjashtosh kryetarin e opozitës me këtë akt, do të thotë që edhe unë dhe ti, Arnold, që jemi sot në këtë intervistë, nëse mblidhet nesër Komisioni i Etikës në kuvend, unë më përjashtoj se nuk i ka pëlqyer çka kam thënë këtu në studio këtu. Këlliqi, mjafton gjithë kjo situatë, mjafton me protestën e sotme, sepse nuk duket si protestë, duket si një foltore për hallet dhe problemet. Nuk është çështja mjafton. Do një lëvizje më e fortë se qytetarët kërkojnë një reagim të opozitës. Ka dhe nga ata që kërkojnë, mbasi ju e bëni, pastaj thonë jo se nuk bëhet. Ka dhe nga ata që pse na ofendon opozita që po bën protestë. Pikërisht. Ka dhe opozitë brenda opozitës. Një mekanizëm që si domethënë sepse vetëm kështu mund ta ndalësh këtë se. Që të jemi shumë të qartë. Këtë çështje do ta zgjidhin shqiptarët. Nëse shqiptarët nuk kuptojnë që duhet të reagojnë vetë për vjedhjet flagrante që ndodhin, mos presin që ta zgjidhin këtë çështje në një ndërkombëtar që vjen këtu, kalon një ditë apo 2 ditë. Moti në Shqipëri është shumë i bukur. Ne njihemi për aftësitë tona në kulinari, në fushën kulinarisë. Ushqimi është i jashtëzakonshëm. Vendi është i mirë për të kaluar një weekend pushimi. Kur vjen këtu bombardohen me një propagandë nga Edi Rama për një realitet që nuk ekziston, ekziston vetëm në mendjen e një kryeministri si Rama, dhe mbarojnë punë dhe shkojnë në vendet e tyre. Dhe ndërkohë çalen mbrapa një vend ku nuk ka spitalet, nuk kanë ilaçe, një vend ku minimumi etik sot, edhe me drejt kreu grupi parlamentari i PD-s pyet se sot Taulan Balla në orë të del ky minimumi etik, se nëse s'të del ty të jetosh me 400.000 lekë vjetra në muaj, 40.000 lekë treja në muaj, pse duhet i dalë një qytetari tjetër? Që do duhet blej ilaçe, paguaj energjinë elektrike, të paguaj ujin, të haj bukë, të jetoj, po edhe të veshë një robë, edhe të jetoj. Me një minimum dignitetit mundshëm. Dhe kjo është arsyeja pse ikin shqiptarët. Kanë ikë 1.1 milion në 10 vjet. Pra për të gjitha këto arsye, Partia Demokratike ka thritur sot protestën e parë, është piknisja e protestave, dhe më duhet t'ia sqaroj qytetarëve që na ndjekin, demokratëve, opozitarëve, edhe atyre që nuk janë opozitar dhe që nuk e përkrajnë Partinë Demokratike. Nuk ka rrugë tjetër veç kësaj që nis sot PD-ja, protestave dhe reagimit qytetarëve për të ndryshuar realitetin. Të jemi të qartë. Në 2011 është bërë një protestë që hyn në analet më të zeza të kësaj historisë tonë të shtetit shqiptar, për cilën sot vijon të bëhet teatr me fletëthirrjen ndaj zotit Berisha. Doli më në fund data ndaj zotit Berisha. Po, se nuk ja jepnin dot para 2 javësh kur isha në SPAK, nuk ja komunikonin dot aty. Në moment por duhet bëj gjithë ky show. Duhet hiqej vëmendja nga tuneli Palloshit, nga Balluku, nga skandalet e Ramës etj për 2 javë. Duhet mashtrojë opinioni publik, sikur Berisha po refuzon të shkojë në SPAK për këtë çështje, kur ndërkohë është Berisha vet politikani që ka bërë thirrje më shumë se çdo njeri tjetër. Edhe në të njëjtën ditë duket ishte në SPAK. Dhe ka qenë SPAK ditën që doli njoftimi i parë. Pra, që të jemi të qartë, të gjitha këto që ndodhin, bëhen për të hedhur hiç sy qytetarëve, por qytetarët mos harrojnë. Në 2011 u bë një protestë ku humbën jetën 4 qytetarë për shkak të një afere të presupozuar me një video që vendimi i gjykatës doli që ishte e montuar, që fliste për një korrupsion maksimumi deri në 700.000 euro. Ndërkohë sot, vetëm në aferën e fundit janë zhdukur 90 milion euro të paktën nga Balluku dhe Edi Rama. Dhe fajin prapë ka opozita. Fajin e ka Sali Berisha që po qeveris keq Edi Rama, fajin e ka PD-ja pse po vjedh Belinda Balluku, fajin e ka opozita pse vjedh Erion Velia me PSD-n, se dhe me PSD-n një lloj Arnold na kanë thënë. Vetëm në këtë media kemi patur mundësinë, vetëm ke Syri TV,
Për herë të parë flasim gjëre gjatë dështruar për këtë aferë, në çdo media tjetër na thonin po këto dihen, po ja Kolliçin e kanë dhënë në gjyq për shpifje. Po këto nuk ekzistojnë, po këto janë gjëra të vogla, këto janë problemi është opozita çfarë do bëhet? Kur do i bëni ato zgjedhje në seksione? Po në grup seksione. Për sa kohë shoqëria nuk reagon, e keni të vështirë. Zotë Kolliçi, shoqëria duhet të marrë mesazh që duhet reagoj jo për PD-n, por për vetën e vet. Kolliçi, falenderoj shumë. Faleminderit ju.